larg. Po, Spanja përndryshe kampioni i Evropës edhe vlerësohet si nga favoritët, por a është favorit edhe tutje Ramiz duke po këtë ndeshje ndaj Austrisë? A ishte Austria kundërshtari i duhur ose i vërtet për Spanjën në këtë rrugtim, apo Spanja është nga ato kombëtare që kemi pa këto vitet e fundit shkon duke rrit gradualisht formën deri në finale? Para se me të kallëzu këto që ape lypti, po du me thoni fakt, me joru gjithë kolegë tuaj ditën botërore të gazetarisë sportive, sigurisht urimit i pashkan gjitën gjithë në studio, sepse u nisa nga kë fakt me një shkas, gazetarë sportiv janë njerëzit mas shumëti që kanë sakrifiku prej sot është dita 23, që kanë për cilë se cilin moment të botërorit i cili po luhet tashme në 3 shtete, me stadiume me distancë orë tëra rrugtim, dhe më sigurisht që meritojnë një përshëndetje ata, faktikisht e nas ka gazetari sportive, e shumë pa ka gazetar sportiv, po me gjithate, që ata që janë, duhet mja voru ditën e tyre. Ka gazetari sportiv? Shumë, është smut pak. Ka është pak smut, e ka një varë kancere më rana që nuk peti ka... Ka gazetari sportive dhe ka gazetar sportit? Pak të rallë, vëllaj, ngjishta dërës, gjyshta në të trujë. Ka. Me gjithate, me gjithate. Vesh problemi o që unë përthamë nuk ka, se ti më orientu më në shka dush, po gazetarë sportiv ka. A pëdim, tash gazetarë sportiv të allanë sporti për shtanë ndryshte prej sferave tjera tjetës. Me gjithate, i këthejemi botërorit, e kam tha promë, historia vazhden e njëjtë. Austria shumë simpatik, po që ka qko ka qek. Me Spanjan, merë që kanë pranu mi morë vesh 3 gollës, kanë mujtë për sëpaj për tjeri bonë edhe 6 pritje drejt për drejt gollë. Dhe asni goll, asni gjujtje në port nuk e patë fakti që një shkader ka dominancën prej 65% posedimi topit në bi 490 pasimet sakta. Janë statistikat frekshme që një kombëtare simbolike, simpatike, si Austria, si përballondet. Dhe është normale, një Spanjë me të dho 3 golla, që neve na duken të leta, po me zate nuk ishin thjeshta, ishin të ekzekutume në perfekcion. Mënyra premja, vrapime, ai pasi i Kukurellës të goli parë është këgja i stërvitun me nejën, nga ajo që u po në fush, e të pjesa e Austrisë me nej që dhe duhet ishte e knaqër me arritje, ndashta mës me pas përballë në Spanjë, me pas në skuadër pak ma mesatare, kanë mujtë me shfërfaqe dhe ma shumë vlerat e tyre server stacion. Mirë, për kur të kish përballë një Spanjë, nuk të lenë edhe me dasht mi kallëzu cilësit tua, edhe nëse ato pak i ki. Po, loje mirë, e bukur për që... Ramiz, që po më interesën mu që... Në jam malë që... Patëm prom, në edicionin e kalunë, patëm lafë që i ka thonë 8 golla dhe po kampion bote. Dherë ka që di pa 3 vesh një ndeshje. Dhe për dalim për i skuadrave që e ka njësë vrëllë shumë, e po vjetë i ora ka zolka, në ta bretalen e efikasitetit dhe efektivitetit në fush, si kup të gjera vesh mas emisionin ashtë ja spjegan. Ti të i thonë gabim, në të lonë me gabu. Po të lonë me gabu, s'po të në përmesu. Në të dyja rastet, Spanja veç e ka rrit, edhe efikasitetin edhe efektivitetin. Tash, kur të shtojsh këtu e vetëmi qëto reglat e reja të Erez Hajdarit që i kanë fut në këtë... Po si janë reglat e reja? Në këtë botëror, e të vetëmi të reprezentacion që i shkon shumë për shtate është Spanja. Unë i kësha pos shef me pos një emision ku s'ka me qenë këta dhe. Ja, nuk e di atë shkën. Nuk e di atë shkën, se... Ja, të repot, mirë vëllaj, bili me mgumo dhe ashtu s'po në vëjnë gjohë jetë. Ma shumë po në Austria e dëmë se Spanja e fort. Po shumë po në Austria e dëmë se Spanja e fort. Ja, s'është. Dijam, kur lërë... Prom tha Spanja... Arbora ke prit me fitu Spanja. Spanja ka me pas shumë shtje me Austrin. Nëse cilën ndeshje kur një skuadër lunë në perfekcion. Skuadra tjetër duke të dëpt. O, jo në regull, përse Austria nuk o që që dëmë që një